The Miss Globe 2025 hapi zyrtarisht si parin mbrëmjen e të martës. I renditur si një nga top 5 eventet më të mëdha në botë. Eventi mirëpret në Tiranë nëpërmjet aeroportit të rinasit konkurrentet nga 57 vende të botës. Jam shumë e emocionuar sepse do të shoh më të bukurat e gjithë globit duke konkuruar në këtë konkurs bukurie. Jam shumë e lumtur të jem këtu. Shqipëria është një vend i bukur ku ëndrat e mia u bën realitet. Këtë vit konkurrentëve ju është rezervuar një pritje e veçantë nëpërmjet hyrjes së sektorit VIP të aeroportit, si dhe ndalesa e parë në Airport Hotel Holiday, derisa të plotësohet mbërritja e plotë e delegatave për të spostuar në hotelin zyrtar pritës Melia Resort Durrës. Në pritjet sipas traditës ka asistuar edhe presidenti i Miss Globe, njëkohësisht producenti dhe regjizori Petri Bozo. Duhet të theksoj që ky vit është vit i veçantë për Deli Artin, sepse së bashku me finalen botërore të Miss Globit, ne festojmë gjithashtu 30 vjetorin e organizatës tonë, e cila që prej vitit 95 deri tash që po flasim bashkë, nuk ka rreshtur se organizuari evente jo vetëm kombëtare, por edhe botërore, siç është patenta tashmë pronë e Deli Artit e Miss Globit që prej vitit 2017. Mbërritjet e fundit vazhdojnë edhe gjatë kësaj të mërkure për t'ia lënë vendin zyrtarisht në ditët në vijim zhvillimit të programit 15 ditor të këtij eventi madhështor, i cili prej 22 vitesh promovon në mënyrë të padiskutueshme vlerat historike, kulturore e turistike të Shqipërisë. Nata finale ku do të mësojmë se kush do të jetë mbretëresha e ardhshme e globit për vitin 2025 mbahet në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, më datë 15 tetor.